Po ky mund të kishte turp, po edhe aq i turpshëm nuk më duket mua me këto poezi që ka bërë Babi. Atë që se pastaj dhe unë e fitova tha konkursin, dole pari, dhe ajo mua frua. Tha, po ju si e fitot Maria quhesh ajo. Maria, pandaj ta paskavënim. Kam emrin e motrës babit, kam emrin e motrës babit. Po ti, si pas zakonit shqiptar, zakonit ortodoks, ortodoksia është pellazgjia. Pagzimi, vendosja e emrave i gjyshit i këtij është pellazgjia. Po dhe pasaj babi filloi dhe mbaroi. Jo, po i tha kësaj, ti do vishte dhoma ime, i tha që të mësoju sekretet se si do ta fitosh konkursin. E të dhe dhoma? ajo sa po erdhi, tha babi, u fut te dhoma ime, unë i thash, gjvishu. Jo me kuptimin e keq, se shqiptarve... Po gjvishu, kur i thot një vajzë në dhomë, gjvishu... Se, tha babi. Qa kuptimi ka, Maria? Jo, se një artist nuk duhet ketë turp. Dhe këtë gjë ma ka thënë dhe Sadik Kaceli, se ishte mik me babin tim, një buri bukur Sadik Kaceli, një buri shkëlqyer. Dhe kur ka ardhur, kur shkova unë thot Sadiku në Akademinë e Francës. Tani lere Sadikun rrim të Lazgushi? Dakord. Po mos më ngatron Sadikun tani. Se jemi të ajo gjvishu. Po gjvishu. Dhe unë tha ja mësova asaj, s'duhet ke turp artisti, ajo pozoi? Pa probleme, ja mësova sekretet se si të fitonte. Tani e kuptova që ai ka mësuar ai, po ai bëri portret? Ama se ishte i bukri dheut babi im. Babi im ishte magjistar. Po di, magjistar, po i në qikë shumë pak Don Juan ka qenë, ha? Po jo Don Juan. E kishte shpirtin e matë, dashuronte. Do ta them unë ty çfarë është dashuria. Okej, tani, do ta them çfarë është poezia. Do ma thuash, po, tani mbaroi artet, po pastaj si kaloi te... Atëherë, atje ishte mik i ngushtë me Azdrenin. Azdreni që sekretari kolonisë shqiptare të Bukureshtit, që ishte kolonia më e madhe dhe më Ndërkohë foto tjetër e gjia, po? Po, atëre i bën një letër qeverisë Nolit. Edhe aty e mori... Dhe i thanë, kërkohet një burs për poetin Lazgush Poradeci. Edhe e mori nga qeveria Nolit. Ja, një nga këto televisa Njeriu. Po, Njeriu ishte këtu. Këtu, shiko, Lazgushi Majtas gjej fishta djathës. Po, janë takuar të dy, ka babi 3 shkrime për gjej fishtën. Po, mik ishte Azdreni, në? Azdreni kishte si djale kishte babin. Dhe i kanë ndihmuar jashtëzakonisht. Azdreni Lazgushi. Po. Tani, e thoshte Lazgushi që atë të himnit është përkthim, nuk është... A e thoshte dhe ka bërë shkrim të madh se si u bën dikontar, unë kam qenë... Sepse ajo ishte përkthim. Ai është përkthim, po ai ka shtuar vetëm një tonin, i ka dhënë tonin shqiptar dhe nuk ka u bë ai për him kombëtar për jetë. Po, nuk u bë. Kjo është vërtet. Dhe nuk u zvendësua dot. Nuk e zëvendësua dot. Se u bën dhe konkurse e tjera. Dhe kisha, unë kam qenë në Bukureshт, ajo kisha Antrozi, quhet ajo kisha, për një ditë që ndërtuan shqiptarët, po sa bukur që e përshkrua babi kur është kënduar himni. Bien telat vene vin, po na tundi Shqipërinë, to skërin gegërin, me çdo vend, me çdo krahin, që në Shkodër në Janin, që në Vlorën në Prishtinë, o po të fitoj lirin, o po e tjetër. Sa e bukur më. Edhe ritmike, me shumë ritme. Foto tjetër, dhe pastaj babi, do thënë, kaloi... Pastaj babi... Ja, 1929. Pak kohë me poetin e ri, Lazgush Poradeci. Nano, kush është ky? Se di. Nuk e di, e? Nuk e di këtë fare. E bukur kjo, te Korça, te ajo gazeta e Korçës. Po, botonin. Pak kohë për... Të paka ishin shpresat e shqiptarëve për kthimin e vjershëtorit Lazgush në vendin e tij. Do të thonë që të kthehesh ai në vendin e tij. Po. Dhe ai u kthye këtu sepse u kthye. Po u kthye ai që shërbi te emrit shqiptar. Për shpëtimin e tij nga smundja e hidhur, ajo që the ti. Po fuqia e shkencës dhe fakt. Në Austri ai. U shtrua 2 vjet në Neumarkt. Mërgimi lulja e pafishkur, ajo lule që ditë këndoi ndjenjat më të bukura të zëmës, du të ajo? Është metafora jo që quan. Të vajzës diçka e tillë, se s'po e kuptoj atë. Durrësi të shtunë mbrëma, më 13 prill, mbante pa ditur në gjirin e tij vjershëtorin djalosh. Sa burg, edhe kjo që e bukur. Babi ishte poeti ditës. Kur u afrua në gjol, na provoi se gjoli Poradecit është gjoli më i bukur i botës. Po. Me vërtet? Po. Pse? Ai është gjol mistik. Asnjë sond nuk futet dot te fundi atë liçeni. Ai liçen me një lum lidhet me malin e Tomorit. Dhe kur ndërtuan e Kurudhën atje në... Mali i Tomorit, prit se jam nga Mali i Tomorit unë. Po. Si lidhet? Po, lidhet.
Jo, mos është ai burimi Guhakut, atë kam dëgjuar. Lidhet me malin e Tomorit dhe në Çorovot kanë gjetur Koran te ai uji atje. Në Guhak? Po si shkoi ai Korani atje? Kanë gjetur Koran atë? Sepse e kanë dëgjuar këtë që është një burim i madh, një sysyri 4 në Çorovot, dhe aty thonë është nga liçeni Pogradecit burimi. Po, dhe kur hapën atë e kurudhën që bën, gjithë ai uji që plasi atje, ajo është fusha Domosdovës. Atje është betejë Torviolli që ka bërë Skënderbeu. Skënderbeu, po. Dhe për këtë arsye e thoshte Poradeci, liçeni Poradecit është liçeni më i bukur në botë? Pa i bukur është ai, se ai është një Maria, çdo gjë që ke ti është e bukur, është e mirë. Një sy magjik është ai. Foto tjetër. Është e pamundur. Tani mbaroi studimet u kthye në Shqipëri? Mbaroi në Austri, 10 vjet deti në Austri ai. Tani, perëndimi për miqytez, mbretëroi, perëndim për miqytez. Mbretëroi dhe moti pas. Ky është një variant i poezisë Poradeci, perëndimi vagëlluar me liqerin pa kufir, po përhapet dal nga dal një pëlhur si një hije në përmalen. Kjo është e revistës Minerva. Kjo është e Minervës. Po? Minervën që 1933. Që e nxirrte Branko Merxhani, që e bori shkëlqyer. Që bashkë me Petro Markon të shkëlqyer nxorën ABC-n, revistën ABC që s'pati fat, u botua vetëm 1 ose 2 numra. Ja, revista Minerva Po, 20 tetor 33. Ja, ky shkrimi i babit. Ky shkrimi i Lazdushit. Ky shkrimi i babit, që i shkëpuste këto edhe i shkruante. Shumë bukur, shumë. Një skrupulozitet. Foto tjetër, tani. Për shkencëtari. Tani këtë do na tregoj, çfarë do na tregoj? Jo. Dhe mori diplomën. Jo. Na tregoj pak diplomën? Ato 5 ditë që u mbyll atje për konkursin e bukur në Akademinë e Arteve të Bukura, ai bëri poemun, edhe ditë e parë, ditë e dytë, ditë e tretë, e bëri rumanisht. Tani kjo çfarë është kjo? Këtë na tregon, diploma. Këtë ma përktheu, ja, diploma. Këtë e mori në Austri. Këtë e mori pastaj në Austri. Doktoratura. Doktoratura. Pra, të shpjegoj. Romano-gjermanike. Filologji romano-gjermanike. Tema kush ishte? Dhe tema ishte Mihaj Eminescu dhe ideologjia e tij popullore vendase. Me Eminescu. Dhe që atere, babi e shpalli Eminescu, poet kombëtar të Rumanisë. Tani, kjo i lutem regjia është doktoratura origjinale e Lazar Gushës, Lazgush Poradecit. Unë do bëj një gjë, do ta përqafoj se origjinalen e kemi me i bank, kështu thesaresh. Ku e ke? Kjo është kopje, kjo është kopje. Po se origjinalen ku e ke futur? E kemi atje të siguruar. Ku? Në këtë bank? Po, tash gjitha nuk të tregojmë. Jo, na e thujtë se ti siguruar e ke, nuk e ke, se nuk e $1 milion atje, po unë po përqafoj kopjen, domethënë. Ajo për Shqipëri $1 milion është, se le t'i ndjerin tjerë ku i kanë, asnjë nuk ka. Asnjë nuk ka, le t'i ndjerin. A se ti e shpuz kështu. Ja, ku është doktoratura. Kjo është doktoratura. Po le ta botojnë dhe ata tjerët. Ja, 2 gjushe është. Dhe gjermanisht është marrë nga Biblioteka e Universitetit Gracit. Tani, ti e ke botuar doktoraturën, dhe ti po thuaj që të tjerë nuk ka kusht të tjerë, kujt i thuaj? Kusht të tjerë ata që nuk di ata profesorët. Tani ja profesorët kush janë. Domethënë, përpara se sot është i përvjetori. Ta janë profesorët e Gjimnazit Shkodrës. Të Shkodrës. Jo, përpara Akademisë së Shkencave është instituti që ka qenë antar babi jot. Po ishte antar se ai ishte pararendës i Akademisë pra. Tani, këtu është Shkodër. Babi ishte s'është antar i Akademisë së Shkencave, as antar honorifik nuk e kanë bërë tash. Po pse? Po se bëjnë ore se nuk e duan. Ja, nuk e duan tani, se nuk e duan babin Kam tënd. përshtypjen se këta duan njerëz që ti përdorin si bankomat. Po ç'është bankomat ky? Tani, më shpjego pak të fotografi. Këtu janë Shkodër, ishte Ky është Ernest Koliçi, ministri. Po me Suze. Është Azdreni, shoku. Pasjar nga shoku, i babi ka bërë libër për të dy gjithë korrespondencën. Azdreni thot. Vendi ku kemi lindur thot. Nuk është vetëm fusha, mali, ara thot, po kryesisht thot janë njerëzit që e përbëjnë atë vend. Çfarë ju kemi falur këtyre njerëzve thot? Ju kemi falur pastërtinë e shpirtit thot, dashurinë e zemrës thot, ëmbëlsinë e fjalës. Dhe si shpërblim, çfarë kemi marr? Çfarë ka marr babi im si shpërblim? Që në 44 që erdhi komunizmi, çfarë ka marr? Do flasim për komunizmin. Babi im ishte me plaçka me kapelet grisur. Pra kur mbante fjalimin Fanoni që mbante te Nikol Naçua, që u varros me këput për letre, sepse e shkriu gjithë pasurinë e vetë në për kanceleritë e botës për çështjen shqiptare, po. Dhe Fanoni mbajti le dhe u varros me këput për letre. Po, dhe babi që mban atë fjalimin kur i festuan 80 vjetorin atje lidhje dhe thot këpucët për letre të Nikol Naços së madh thot, krari në flokët e bukura të Vasil Laçit dhe duhet shtonte kapelja e grisur e Lazgush Poradecit.
Janë dëshmi pa mort. Se babi Lazgush e kishe kapelen të grisur? Po, ore, s'kishte. Dhe kishe të qepur? Po s'kishte ore kapele, duket aty te fotografit që është e grisur kapelja.